David i vogël do të shinte nënën e tij për herë të fundit në funeralin e saj. Sado zemërthyes ishte kjo gjë, gjithçka ishte rregulluar tashmë. Ajo ishte shumë e re për të ikur. Por kur David shkoi me tezën e tij për ta vizituar, ndodhi diçka e papritur. David tha diçka të çuditshme, diçka që e përsëriti më shumë se një herë. Për shkak të asaj që tha, planet e funeralit u anuluan papritur. Por çfarë saktësisht i tha Davidi nënës së tij, dhe pse Rose u trondit kaq shumë prej kësaj? Përpara se të thellohemi, a mund të arrijmë 1000 pëlqime në këtë video? Klikoni butonin like dhe mos harroni të abonoheni në kanal. Hailey ishte një nënë e dashur dhe shumë e përkushtuar ndaj Davidit. Ata ishin gjithmonë bashkë. Ajo e donte ata aq thellë sa gati në dhimbje. Çdo mëngjes ata dilnin për një shëtitje. Pjesa e preferuar e Davidit ishte lëkundja në parkun aty pranë, për atë që i dukej si një përjetësi. Babai David nuk ishte aty. Ai e kishte lënë Hailey pak para se të lindte Davidi. Çdo të mërkur, Hailey e linte Davidin në shtëpinë e prindërve të saj në mënyrë që ajo të merrte një pushim të vogël. Ajo nuk e shijonte kurrë plotësisht kohën vetëm sepse i mungonte shumë. Por ajo e dinte gjithashtu se ishte e rëndësishme. Në ato ditë ajo shkonte në palestër ose kalonte kohë me shoqen e saj më të mirë, motrën e saj, Rose. Rose ishte 4 vjet më e madhe se Hailey dhe gjithmonë kujdesej për të. Duke qenë motra e madhe, ajo ishte natyrisht mbrojtëse. Hailey vuri re sa shumë e donte Davidi tezën e tij dhe sa të afërt ishin, kështu që ajo e emëroi fshehurazi Rose si kumbara e tij në testamentin e saj. Rose nuk e dinte ende për këtë vendim, por së shpejti do ta merrte vesh. Vdekja e Haileyt ishte një shok. Ajo ndoroi jetë shumë herët dhe të gjithë rreth saj ishin shkatëruar. David nuk kishte idenë se çfarë po ndodhte në të vërtetë. Tezja e tij Rose e mori dhe e çoi në shtëpinë e gjyshërve të tij. Ai nuk mund ta kuptonte pse të gjithë dukeshin kaq të trishtuar dhe vazhdonte të pyeste për nënën e tij. Rose bëri çmos të qëndronte gëzuar rreth tij, edhe pse brenda ishte copë çik. Sapo kishte humbur motrën dhe shoqen e saj më të ngushtë, por në një farë mënyre, kujdesi për Davidin i dha diçka për t'u kapur. Ata do të kishin nevojë për njëri tjetrin. Rose fillimisht mendonte se Davidi do të qëndronte me prindërit e tyre, por kjo ndryshoi shpejt. Ajo zbuloi se Hailey e kishte emëruar atë si kumbarën e Davidit. Kjo i la asaj shumë pyetje. Pse nuk i tha Hailey? Ajo donte thellë nipin e saj për të bëjë në këtë pikë të jetës së saj, nuk ishte diçka që e kishte imagjinuar ndonjëherë. Davidi do të qëndronte me gjyshërit e tij deri në funeral, duke i dhënë Rosit kohë të mjaftueshme për të paketuar apartamentin e saj dhe për t'u zhvendosur në shtëpinë e Haileyt. Ishte dërmuese. Brenda pak orësh ajo kishte humbur motrën, kishte marrë rolin e një nëne dhe papritmas po jetonte në një shtëpi të re. Gjithçka po ndodhte kaq shpejt. Mëngjesin pas aksidentit, Rose mori një telefonat. Ajo erdhi nga një numër i panjohur, por e hapi gjithsesi. Një zëburri u dëgjua në anën tjetër. Në fillim ajo nuk e njohu, por pastaj e kuptoi. Ishte Vincent, babai i David. Ai kishte dëgjuar për aksidentin dhe po telefononte për të kërkuar kujdestarinë e Davidit, por kjo nuk do të ndodhte. Rose i tha se ajo ishte kumbara e David dhe se Hailey kishte dashur që ajo të kujdesej për të. Vincent nuk ishte dakord. Thirrja shpejt u kthye në një debat të ashpër dhe para se të mbyllte telefonin, Vincent e paralajmëroi të ishte kujdesshme. Ai po i vinte pas. Por Rose nuk u friksua. Vincent nuk ishte qenë kurrë vërtet babai i Davidit. Për sa i përket saj, kjo çështje ishte zgjidhur. Më vonë po atë ditë, razilja e derës, Rose hapi derën dhe ngriu. Vincent qëndronte aty dhe hyri me forcë brenda. "Ku është djali im?" kërkoi ai. Por Davidi ishte ende në shtëpinë e gjyshërve të tij. Rose nuk mund ta kuptonte pse Vincent papritmas interesohej. Ai nuk kishte treguar kurrë ndonjë interes për Davidin më parë. Pra, çfarë kishte ndryshuar? Ata e nxorën Vincentin nga shtëpia me forcë dhe paralajmëruan të mos kthehej, por Vincent nuk ishte lloj që dorëzoi lehtë.
Ai do të vazhdonte të shtynte. Rose e dinte se duhet të qëndronte vigjilente. Ajo thirrri agjencinë e funeralit dhe përshkroi si dukej Vicenti. Për çdo rast, gjëja e fundit që i duhej ishte që ai të shfaqej dhe të shkaktonte një skenë. Funerali ishte vetëm 3 ditë larg. Pas kësaj, Davidi do të ishte zyrtarisht përgjegjësia e saj. Ky mendim e bënte nervoze. Ajo shpresonte se instinktet e saj do të ndizeshin dhe ajo thjesht do ta dinte se çfarë të bënte, por nuk ishte e sigurt. Kështu ajo shkoi të kërkonte nga gjërat e Heilit. Ndoshta do të gjente një ditar ose ndonjë lloj shënimi. Nuk i dukej plotësisht e drejtë, gërmonte në gjërat private të motrës së saj, por e mendoi më shumë si një kërkim, diçka që do ta ndihmonte të rriste Davidin, ashtu siç do të kishte dashur Hailey. Përfundimisht Rose gjeti një ditar të vogël dhe hapi. Kjo ishte. Ndërsa lexonte, lotët i erdhën në sy. I mungonte motra e saj aq shumë. Hailey kishte shkruar për kodët e tyre argëtuese së bashku dhe sa shumë e adhuronte djalin e saj të vogël. Ajo shkruante gjithashtu për Vicentin, se ai nuk e merrte kurrë në telefon, nuk dërgonte kurrë letra, madje nuk e mbante mend kurrë ditëlindjen e Davidit. Nëse nuk i kishte interesuar, atëherë pse po shfaqej tani? Diçka nuk shkonte. Rose filloi të mendonte nëse Vicent kishte një arsye tjetër. Ndoshta ai mendonte se do të merrte ndonjë lloj ndihme financiare apo mbështetjeje, por sido që të ishte arsyeja e tij, nuk kishte rëndësi. Për sa kohë që Rose ishte aty, ajo do të mbronte Davidin. Të nesërme Rose shkoi në stacionin e policisë, duke si gjëja më e zgjuar për të bërë, por oficerët i thanë se kishin nevojë për më shumë se vetëm fjalën e saj tani. Gjithçka që ajo kishte ishin akuza dhe kjo nuk mjaftonte. Por kjo nuk zgjati shumë, sepse kur u kthye në shtëpi, Vicenti po priste tashmë në prag të derës së saj. Ajo e lejoi të hynte brenda. Me qetësi tha se kishte shkuar në polici për të raportuar atë që ai kishte bërë. Në çastin që përmendi fjalën polici, fytyra e Vicentit u zbe. Rose ngriti një vetull dhe e pyeti se çfarë ishte kjo, por ai nuk u përgjigj. Ai thjesht u ngrit dhe doli nga dera pa thënë asnjë fjalë. Rose mund të shpresonte vetëm se kjo do të ishte hera e fundit që do ta shinte. Por atëherë, një oficer policie filloi të hetonte të kaluar në Vicentit dhe gjeti diçka shqetësuese. Rezultoi se Vicent zotëronte një makinë që përputhej me përshkrimin e asaj që goditi Hailey në atë aksident të çuditshëm të papritur. Kështu që ata hartuan një plan. Ata menduan se Vicenti mund të shfaqej në funeral, ndoshta nga ndjenja e fajt. Nëse ndodh kjo, policia do të lajmërohej menjëherë. Rose ndau planin me agjencinë e funeralit dhe prindërit e saj në mënyrë që të gjithë ishin në dieni. Funerali ishte të nesërmen dhe Rose ndjej keq vetëm duke menduar për këtë. Gjithçka po ndodhte një herësh dhe ajo thjesht donte që gjithçka të mbaronte. Nesër, mendoi ajo, do të ishte dita kur ky mangth më në fund do të mbyllej. Në mëngjesin e funeralit, Rose ndjeu një dhimbje të thellë në stomak. Ajo donte që dita të kalonte shpejt, por gjithashtu e dinte se duhet të ishte aty. Vërtet të ishte aty për të thënë lam të mirë. Ajo u takua me gjyshurit e saj në krematorium dhe e mori Davidin butësisht në krah. Ceremonia do të fillonte me disa fjalë për Hailey. Më pas do të ishte koha që të gjithë të thoshin lam të mirat e tyre personale. Njerëzit u rreshtuan për t'u afruar arkidholit. Ishte i hapur dhe Hailey duke e qetë e shtrirë aty. Pastaj Rose vuri re 2 oficer policie që hynin në dhomë. Ajo pyeti veten nëse agjencia e funeralit i kishte thirrur. Ndoshta kishin parë Vicentin aty pranë, por ajo largoi mendimin dhe u përqendrua në moment. Kjo ishte për Hailey dhe për Davidin që të merrte një lloj mbyllje. Rose dhe David ishin të fundit që ju afruan arkidholit. Ndërsa qëndronin aty, David i shikoi poshtë me një shprehje të shqetësuar. "Mami po fle?" pyeti ai butësisht. "Po," u përgjigj Rose e pasigurt se çfarë tjetër të thoshte. Atëherë ajo vuri re diçka të çuditshme. Shpreha e Davidit ndryshoi, sikur po përpiqej të kuptonte diçka. Ai murmuriti diçka që ajo nuk mund ta kuptonte dhe u mërzit kur ajo nuk reagoi. Ai filloi të lëvizte krahët e saj. Kështu Rose e u tërhoq butësisht dhe vendosi në dysheme. Davidi filloi të qaj. Ai u përpoq të ngrihej në buzë arkivolit për të parë më mirë nënën e tij. Kështu që Rose e ngriti butësisht përsëri në krahët e saj.
Ajo hodhi një vështrim përre, duke shpresuar se dikush mund të ishte afër për të ndihmuar, por dhoma ishte zbrazur tashmë. Ajo e mbajti Davidin afër duke u përpjekur ta qetësonte dhe pyeti me qetësi se çfarë po përpiqej të thoshte. Këtë herë, ajo i kuptoi. Kjo e bëri të ndalonte. Ajo i bëri me dije menjëherë agjencisë së funeralit atë që Davidi kishte vënë re. Rose dinte se nuk mund ta lejonte funeralin të vazhdonte pa e kontrolluar atë më parë. Ajo i premtoi Davidit se do ta kuptonin dhe gjithçka që mund të bënin ishte të prisnin. Davidi u qetësua dhe dolën jashtë së bashku. Pak kohë më vonë, agjencia e funeralit doli dhe i bëri të ditur se gjithçka ishte rregulluar. Rose u kthye brenda duke mbajtur Davidin fort. Ajo shikoi motrën e saj dhe ndjeu një ndjenjë paqeje. Ajo nuk e kishte pritur që Davidi të vinte re diçka kaq të vogël, por kjo i kishte shumë rëndësi. Tregonte sa thellë donte ai nënën e tij. Ajo që Davidi kishte vënë re ishte se Hailey nuk mbante gjerdanin e saj, atë me inicialet e tij. Rose ja kishte dhënë atë ditën kur lindi dhe Hailey e kishte mbajtur çdo ditë që nga ajo kohë. Pas aksidentit, një punonjës e urgjencës ja kishte hequr dhe kishte mbetur në spital. Për fat të mirë, dikush mundi të shkonte dhe ta merrte në kohë. Me këtë, funerali mundi të vazhdonte dhe rezultoi të ishte një ceremoni e bukur. Hailey u kremua, por një gur i vogël për kujtimor u vendos në mur në mënyrë që Davidi të kishte gjithmonë një vend për të vizituar. Pas shërbesës, Rose ndaloi në shtëpinë e prindërve të saj për të marrë disa nga gjërat e Davidit. Atëherë ajo u kujtua për Vicentin. Ajo nuk e kishte parë atë gjatë gjithë ditës. Prindërit e saj thanë se ai kishte ardhur, por agjencia e funeralit i kishte vënë re menjëherë dhe kishte thirrur policinë. Ai ishte shoqëruar jashtë me qetësi, pa shkaktuar asnjë çrregullim dhe ceremonia ishte në gjendje të vazhdonte në paqe. Rose u ndjej e lehtësuar. Më në fund ndjej sikur mund të fillonte të ecte përpara me pak mbyllje dhe shumë dashuri. Nëse kjo histori ju preku zemrën, mos harroni ta pëlqeni videon, ta ndani me dikë që ka nevojë dhe ta abonoheni në kanal për më shumë histori si kjo. Faleminderit që ndoqët.